Dilni në kopsht një mëngjes dhe shihni diçka që ju thyen zemrën. Domatja që keni pritur me javë të tëra, ajo që dukej perfekte dje, tani ka një çarje të madhe që shkon nga maja deri poshtë, ose plasaritje të vogla rrethore që e bëjnë të shëmtuar dhe të pambrojtur ndaj kalbjes. Kjo është një nga zhgënjimet më të shpeshta dhe më të pakuptueshme të kopshtarisë. Domatja ishte e shëndetshme, po rritej normalisht dhe befas brenda një nate, qahet si të kishte shpërthyer nga brenda. E vërteta është kjo. Domatet nuk plasin rastësisht dhe nuk plasin nga fati i keq. Ka 5 gabime specifike, disa prej të cilëve as nuk i mendoni si gabime, që e detyrojnë domaten të qahet nga brenda. Dhe këto gabime bëhen edhe më të zakonshme pikërisht kur moti ndryshon papritur, siç ndodh shpesh në mes të verës. Sot do t'ju tregoj saktësisht pse ndodh kjo, si ta parandaloni dhe çfarë të bëni nëse tashmë keni domate që kanë filluar të qahen, sepse jo gjithçka është e humbur edhe atëherë. Nëse ende nuk jeni abonuar në kanal, bëjeni tani, sepse çdo javë sjell teknika reale dhe të provuara si këto për kopshtin tuaj. Kjo çarje mund të duket si diçka e vogël dhe estetike, por në realitet mund t'ju humbas pjesën më të mirë të korrjes suaj vjetore të domateve, sepse domatet e çara kalben shpejt dhe tërheqin insekte, duke përhapur ndonjëherë problemin edhe te fruta të tjerë fqinj në të njëjtën bimë. Le të fillojmë me gabimin e parë, ai që shkakton shumicën dërmuese të rasteve të çarjes. Gabimi i parë dhe përgjegjësi kryesor për shumicën e domateve që plasin, luhatjet e mëdha dhe të papritura midis thatësirës dhe ujit të bollshëm. Ja çfarë ndodh saktësisht brenda domates. Kur toka është thatë për disa ditë, fruti i domates ngadalson rritjen dhe lëkura e tij bëhet pak më e ashpër dhe më pak elastike, duke u përshtatur me kushtet e reja të thata. Por nëse pastaj vjen papritur shumë ujë, qoftë nga një ujitje e bollshme pas thatësirës, qoftë nga një shi i fortë pas javësh të thata, brendja e domates thith ujin shumë shpejt dhe zgjerohet me ritëm të shpejtë. Lëkura e jashtme, që ishte ngurtësuar gjatë periudhës së thatë, nuk mund të zgjerohet aq shpejt sa brendia, dhe kështu qahet nga presioni i brendshëm, njësoj si të mbushje shumë shpejt një balon. Kjo shpjegon pse domatet plasin veçanërisht shpesh pas ditëve të para të shiut pas një periudhe të gjatë thatësire vere, një skenar shumë i zakonshëm në korrik e gushtë. Zgjidhja praktike. Çelësi është qëndrueshmëria, jo sasia totale e ujit. Ujitni domatet tuaja rregullisht dhe në sasi të njëjta, disa herë në javë, në vend që t'i lini të thahen plotësisht dhe pastaj t'i përmbytni. Nëse dini se do të bjerë shi i fortë pas një periudhe të thatë, mund të ujitni pak vetë disa ditë përpara, që toka të mos jetë ekstremisht e thatë kur shiu të vijë, duke zbutur kështu goditjen e papritur të ujit. Gjithashtu, mulçimi rreth bazës së bimës ndihmon shumë të mbajë lagështinë e tokës më të qëndrueshme dhe redukton ndjeshëm luhatjet ekstreme midis ujitjeve. Një detaj shtesë që ndihmon shumë, ujitni gjithmonë herët në mëngjes në vend të mesditës ose mbrëmjes, sepse kjo i jep bimës gjithë ditën për ta thithur ujin gradualisht, në vend që toka të mbetet e ngopur gjatë natës kur avullimi është shumë i ngadalë. Gabimi i dytë, mungesa e kalciumit të mjaftueshëm në tokë, që e bën lëkurën e domates më të brishtë dhe më të prirur ndaj çarjes. Kalciumi është një element jetik për ndërtimin e mureve të qelizave në lëkurën e frutit. Kur toka nuk ka kalcium të mjaftueshëm, ose kur bima nuk mund ta thithë atë siç duhet për shkak të ujitjes së parregull, lëkura e domates zhvillohet më e dobët dhe më pak elastike, duke e bërë atë shumë më të ndjeshme ndaj presionit të brendshëm kur vjen uji i shtuar. Kjo është arsyeja pse toka e njëjtë mund të japë disa vjet domate që nuk plasin fare dhe vitin tjetër, nëse keni harruar të shtoni kalcium, papritur keni shumë probleme çarjeje. Shenja shtesë e mungesës së kalciumit që mund ta vëreni, kalbja e majës së frutit, ajo njollë e zezë dhe e njom që formohet në fund të domates, e cila shpesh shfaqet së bashku me tendencën për t'u qarë. Zgjidhja.
Shtoni lëvozhga vezësh të thara dhe të thërmuara imët në tokë kur mbillni domatet dhe përsërisni gjatë sezonit. Për një efekt më të shpejt, mund të bëni një çaj kalciumi duke lënë lëvozhgat në ujë për disa ditë dhe duke ujitur me atë ujë. Sigurohuni gjithashtu që ujitja të jetë e qëndrueshme, siç përmendëm te gabimi I parë, sepse edhe me kalcium të mjaftueshëm në tokë, bima nuk mund ta thithë mirë nëse ka stres ujë të vazhdueshëm. Një gabim I vogël shtesë që përkeqëson mungesën e kalciumit është plehrimi I tepërt me azot, sepse azoti I tepërt nxit rritje të shpejtë të gjetheve dhe kjo rritje e shpejtë konkuron me frutin për kalciumin e disponueshëm, duke e lënë lëkurën edhe më të dobët. Nëse ky informacion po ju ndihmon dhe dëshironi të keni domate të përsosura pa çarje, bëni klikun e vogël të abonimit tani. Kështu më ndihmoni shumë të vazhdoj të sjell teknika reale çdo javë. Gabimi I tretë, dhe ky është diçka që pak kopshtarë e marrin parasysh, zgjedhja e një varieteti domateje që nuk është I përshtatur për stilin tuaj të kujdesit ose për klimën tuaj. Disa varietete domatesh, veçanërisht ato me lëkurë shumë të hollë e delikate, si shumicat e domateve cherry të vjetra ose domate të mëdha zemre demi, janë natyrshëm shumë më të prirura ndaj çarjes se sa varietetet të tjera që janë krijuar posaçërisht me lëkurë më të trashë dhe më elastike. Nëse jetoni në një zonë me luhatje të mëdha të motit gjatë verës, ose nëse e dini nga vetja se nuk mund ta kontrolloni gjithmonë ujitjen në mënyrë të përsosur, disa varietete do t'ju sjellin shumë më pak probleme se të tjerat. Zgjidhja. Kërkoni varietete që përshkruhen si rezistente ndaj çarjes, ose ato me lëkurë disi më të trashë, veçanërisht nëse zona juaj ka verë me shi të papritur ose ndryshime të shpeshta motit. Kjo nuk do të thotë të hiqni dorë nga varietetet tuaja të preferuara nëse I doni shijen e tyre, por të paktën ta dini sepse ato variete specifike ju sjellin më shumë çarje se domatet e fqinjit tuaj që rrit një lloj tjetër, edhe nëse I ujitni në mënyrë të ngjashme. Nëse doni të vazhdoni me një varietet të ndjeshëm ndaj çarjes për shkak të shijes së tij të veçantë, thjesht dijeni se do t'ju duhet të jeni edhe më të reptë me qëndrueshmërinë e ujitjes dhe me nivelin e kalciumit. Sepse ky varietet ka më pak tolerancë për gabime. Gabimi I katërt, të lësh domatet të mbeten në bim shumë kohë pasi janë pjekur plotësisht. Sa më e pjekur të jetë një domate, aq më e brishtë dhe më elastike bëhet lëkura e saj natyrshëm, thjesht si pjesë e procesit të pjekjes. Një domate që ka arritur pjekurinë e plotë dhe që vazhdon të rritet dhe të marrë ujë nga bima për ditë të tjera shtesë, ka shumë më shumë gjasa të çahet edhe nga një luhatje e vogël ujë që një domate më pak e pjekur do ta duronte pa problem. Kjo ndodh sepse struktura e brendshme e frutit të shumë pjekur bëhet më e butë dhe presioni I brendshëm rritet më shpejt. Zgjidhja. Korni domatet sapo të arrijnë ngjyrën e tyre të plotë dhe pjekurinë e dëshiruar. Mos I lini për një ditë tjetër duke menduar se do të bëhen edhe më të mira. Nëse parashikohet shi I fortë ose ndryshim I madh motit dhe keni domate që janë afër pjekjes së plotë, është më mirë t'i korni pak më herët se sa t'i lini të rrezikuara në bim, sepse një domate e korrur pak e pa pjekur mund të vazhdojë të piqet brenda shtëpisë në një raft, ndryshe nga shalqiri që mësuam në video tjetër, ndërsa një domate e qarë në kopsht shpesh humbet plotësisht ose kalb shpejt. Një shenjë praktike për ta ditur kur një domate është pikërisht në momentin e duhur për t'u korrur, ngjyra e saj duhet të jetë e njëtrajtshme në të gjithë sipërfaqen. Dhe fruti duhet të ndahet lehtë nga bima me një kthes të butë, pa u dashur ta shkulni me forcë. Dhe arrim te gabimi I pestë, mbjellja e domateve shumë të ngjeshura pa hapësirë të mjaftueshme, që krijon konkurrencë për ujë dhe lëndë ushqyese midis bimëve fqinje. Kur bimët janë shumë afër njëra tjetrës, rrënjët e tyre konkurrojnë për të njëjtin ujë të kufizuar në tokë, dhe kjo krijon pikërisht atë lloj stresi të parregullt ujë që përmendëm si gabimin e parë, edhe nëse ju vetë ujitni në mënyrë të përsosur dhe të rregullt. Bimët e mbipopulluara gjithashtu kanë aerosje më të dobët, që rrit lagështinë rreth frutave dhe mund t'i bëjë edhe më të ndjeshme ndaj çarjes kur bie shi.
Zgjidhja. Mbilni domatet me hapësirë të mjaftueshme midis tyre. Të paktën 60 cm për varietetet e mëdha dhe pak më pak për ato më të vogla, që çdo bim të ketë akses të drejtë dhe të qëndrueshëm në ujin e tokës. Tani që i njihni të 5 gabimet, le t'ju jap një plan të plot kujdesi për domate pa çarje. Ujitni rregullisht dhe në sasi të njëjta disa herë në javë, kur mos i lini të thahen plotësisht për t'i përmbytur pastaj. Vendosni mulçim rreth bazës së bimëve për të mbajtur lagështinë të qëndrueshme. Shtoni kalcium në tokë që në fillim të sezonit nga lëvozhgat e vezëve ose gëlqere bujqësore e holluar mirë. Zgjidhni varietete më rezistente ndaj çarjes në sezona juaj ka mot të paqëndrueshëm. Korrni domatet sapo të piqen plotësisht, mos i lini të presin. Dhe mbilni me hapësirë të mjaftueshme që bimët të mos konkurrojnë për ujë. Me këtë plan do të reduktoni ndjeshëm çarjen e domateve tuaja, edhe në verat me mot më të paqëndrueshëm. Mbani mend gjithashtu se asnjë nga këto teknika nuk funksionon e izoluar, ato punojnë më mirë kur i zbatoni bashkë si një sistem i plot, sepse ujitja e qëndrueshme pa kalcium të mjaftueshëm ende mund të japë disa çarje. Dhe kalciumi i mjaftueshëm pa ujitje të qëndrueshme gjithashtu nuk zgjidh problemin plotësisht. Nëse tashmë keni domate që kanë filluar të çahen, mos u dëshpëroni, sepse jo gjithçka është e humbur. Nëse çarja është e vogël dhe e freskët, pa shenja kalbie apo myku, korrni domaten menjëherë, edhe nëse nuk është plotësisht e pjekur, sepse çarja hap një derë të hapur për insekte dhe kërpudha që do ta prishin shpejt nëse mbetet në bim. Domatet e çara mund të hahen normalisht, thjesht prisni pjesën e çarë nëse doni, dhe pjesa tjetër e frutit është krejt e sigurt dhe e shijshme. Në fakt, shumë kopshtarë me përvojë i përdorin domatet e çara të para për salcë ose kaçkavall të gatuar aty për aty, në vend t'i hedhin. Nëse çarja tashmë ka shenja myku të bardhë ose të gjelbër, ose nëse fruti ka filluar të kalbet përreth çarjes, atëherë është më mirë ta hidhni atë frut specifik, por kjo nuk do të thotë se pjesa tjetër e bimës ose fruta të tjerë do të kenë të njëjtin problem, sidomos nëse zbatoni menjëherë zgjidhjet që përmendëm më sipër për frutat e ardhshëm. Një gjë e fundit e rëndësishme që duhet ta dini, çarja nuk përhapet nga fruti te fruti si një sëmundje ngjitse. Çdo domate çahet për shkak të kushteve të veta specifike të rritjes, kështu që nuk ka pse të shqetësoheni se një domate e çarë do t'i infektojë fqinjet e saj në të njëjtën bimë, përveç rastit kur myku ka filluar të zhvillohet dhe përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë ose insekteve. Për të gjithë ju në diasporë që rritni domate në vazo në balkon, çarja mund të jetë edhe më e zakonshme, sepse vazot thahen dhe lagen shumë më shpejt se toka e hapur, duke krijuar pikërisht ato luhatje ekstreme uji që e shkaktojnë problemin. Ujitni domatet në balkon më shpesh, në sasi më të vogla e të rregullta, në vend të ujitjeve të rralla e të mëdha. Kontrolloni tokën çdo ditë në verë, sepse vazot mund të thahen brenda pak orësh në diell të fortë. Shtoni gjithmonë kalcium në tokën e vazos, sepse toka e kufizuar në vazo shtërohet shpejt nga lëndët ushqyese. Dhe nëse jeni larguar disa ditë dhe toka është tharë shumë, kur ktheheni, ujitni gradualisht dhe jo me përmbytje të menjëhershme, që të mos e goditni bimën me ndryshim të papritur. Le t'i përmbledhim 5 gabimet që po ju bëjnë domatet të çahen. Gabimi i parë, luhatjet e mëdha të ujitjes, zgjidhet me ujitje të qëndrueshme dhe mulçim. Gabimi i dytë, mungesa e kalciumit, zgjidhet me lëvozhga vezësh dhe ujitje të qëndrueshme. Gabimi i tretë, varietetet e gabuara për klimën tuaj, zgjidhet duke zgjedhur varietete më rezistente kur moti është i paqëndrueshëm. Gabimi i katërt, korrja e vonuar, zgjidhet duke korrur sapo domatet piqen plotësisht. Dhe gabimi i pestë, mbjellja e ngjeshur, zgjidhet me hapësirë të mjaftueshme midis bimëve. Nëse i zbatoni këto së bashku, domatet tuaja do të jenë të plota, të bukura dhe pa çarje, gati për t'i korrur në kohën e duhur dhe për t'i shijuar plotësisht.
Mbani mend, kopshtaria e mirë nuk është vetëm për të bërë gjëra të reja, por edhe për të kuptuar pse ndodhin problemet dhe si të parandalohen që në fillim, në vend të vetëm t'u përgjigjeni kur tashmë kanë ndodhur. Shkruani në komente nëse keni pasur problem me domatet që plasin dhe cilën nga këto zgjidhje do ta provoni së pari. Nëse ky video ju ndihmoi, jepni like dhe ndajeni me dikë që lufton me këtë problem çdo verë. Dhe nëse dëshironi të më mbështesni, mund të klikoni butonin Super Thanks poshtë videos. Abonohuni në Kopshti i Agimit për teknika reale çdo javë. Shihemi javën tjetër. Mirupafshim dhe kopsht të bollshëm.